Ka ndodhur thot në disa zona që kur hoxha nuk kishte njerëz për të falë xhuman, merrte një dru e vendoste mbrapa dhe falte xhuman. Varet çfarë huni ka qenë. Ka qenë hu gardhi, apo ka qenë hu pylli, apo hu nga këto bishtat që bën lopatat e këto, varet. Po pa qenë hu gardhi, është në rregull. Po duhet merrte 2 hu i gardhi, jo 1, se hoxha 1 edhe 2 hu i gardhi, 3 në rregull. Përtej shakas, kjo është një gjë që nuk ka për të argument. Po spati xhamat vlla, fal drekën, selam aleikum, aleikum selam. Ja po trashtojmë i barë drunsh, aty ta bëjmë i xhamat 50 veta me dru. A me gjithmonë thot për robin e trashton je dru, por që nuk do thot që këto dru. Me i sjell xhami. Alhamdulillah. Janë të mirë për Zotin. Janë të mirë. Shkreti që mos me dal bosh, ka ngul drunin aty, ka majt hutbën i ka fol drunit. Alhamdulillah. O dru, do të më falet, do të më lutë, se Zoti ka thonë. Ai druni shkret, qelë vetë në sap vetë.